وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë që të shpjegojmë në temën tonë të cilën e kemi të hapur, shitblerja dhe tregtia, ku cekëm në dersin e kaluar për një dukuri e cila është në mesin ton e shumët dhe ajo është një sprovë e madhe për tregtarët, për shitësat, me të cilën janë sprovuar shumë dhe ajo dukuri është betimi I shumët, betimi I tepërt, thuajse në çdo fjalë të tyre të cilën ata e përdorin, betohet shumë në shitblerin e tij, duke përdorur betimin si një mjet për shitjen e mallit të tij, duke menduar se me betimin të cilën e bën në shitjen e mallit të tij, ai do ta shet ato më shpejt. Mirë po, padyshim se mallin ndoshta e shet, por bereqetin dhe bekimin e Allahut Gjelle Gjelaluhu në atë mall të cilën ti je betuar për ta shitur, e ke humbur dhe e ke shkatëruar. Me të vërtetë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vërejtjen në një hadith të cilin e transmeton Imam Muslimi nga Ebu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, I cili tha se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Iyakum wa kathratal halifi fil bay'. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kini kujdes dhe rujuni betimit të shumt në shitje, për arsye se ajo fa innahu yunaffaq thumma yamhaq. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se ajo ndoshta e shet mallin shpejt, mirë po e shkatëron dhe e zhduk bereqetin e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dhe se padyshim kjo është ajo e cila e bën njeriun edhe tregtarin, shitsin që ai të betohet aq shumë, thuajse në çdo fjalë të tij për ta shitur mallin e tij. Edhe se sheriati Allahu Gjelle Gjelaluhu, Islami nuk na udhëzon në këtë moral e cila nuk është dukuri e bukur dhe e mirë, por çka nëse ai betohet për mallin e tij, rrej shumë për to. Me të vërtetë se ka shumë argumente nga Kurani edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku njërën prej tyre e cekëm ajetin Allahu Gjelle Gjelaluhu në fundin e dersit të kaluar, që Allahu Gjelle Gjelaluhu tha në suratu Ali Imran: Innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ata të cilët
e shesin beslidhjen e tyre me Allahun xhelle xhelaluhu dhe betimin e tyre por një çmim shumë të pakët, të tillët tha Allahu xhelle xhelaluhu janë ata të cilët nuk kanë hise në ahiret. As që do t'ju flet Allahu xhelle xhelaluhu, as që i shiqon ato në ditën e gjykimit, e as që i pastron, edhe kanë dënimin e dhëmshëm. Ky ajet, o vëllezër, zbriti për disa shkaqe. Shkak ku pa të ndodhur dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një gjë e tillë, sikur që na transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtati'a biha mal imri'in muslimin laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo i cili betohet në një betim të rrejshëm dhe ai e din se në to është i keq dhe e din se në to nuk është i vërtet, për ta marrur një pasuri të një vllavit musliman padrejtësisht, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta takon Allahun xhelle xhelaluhu dhe ai i hidhëruar dhe i zemëruar mbi to. E kur ndëgjoi këtë hadith që e përdor një shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Al-Ash'ath ibn Qais, tha pasha Allahun, kjo për mu ka ndodhur dhe kjo ajet ka zbritur për mu, tha që une një herit pa ta patur një problem me një jehudi, me një qifut, me të cilën na u grindëm me zveti për një tokë, me një transmetim tjetër për një pus, dhe tha, derisa e ngritëm grindjen tonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të u gjykuar. E kur shkuan të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të u gjykuar, se njëri thonë të kjo është pjesa ime, hisja ime, tjetra hisja ime, derisa këtë grindje të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Ash'ath ibn Qaisit duke i thonë: "E leke bejine, a ki argument për këtë që i thua se është e imja?" Tha, nuk kam argument me çka ta dëshmoj o i dërguari i Allahut. Me një transmetim tjetër, shahidani au yaminuhu. Tha, dy dëshmitar ose betimin e tij. Atëherë ai let betohet që ai betohet se është e imja. E tha, ja Rasulullah, pa ky që i futi nuk i ka der, do të betohet në Allahun xhelle xhelaluhu pa problem. Ai se ka der, do betohet dhe më shkon pasuri, do ma marrë hakun tem me të cilën e ka. E pastaj zbriti ajeti Allahu xhelle xhelaluhu: "Innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila", deri në fund të ajetit që Allahu xhelle xhelaluhu tha, ata të cilët e shesin beslidhjen e tyre me Allahun edhe betimin e tyre për një çmim shumë të vogël, për të marrë ndonjë hak të pakt këtu në dunjë, tha Allahu xhelle xhelaluhu, të tillët janë që s'kan hise në ahiret. Nuk do t'ju flet Allahu xhelle xhelaluhu atyre as që do të i shikon ditën e gjykimit, e as që i pastron dhe do të kanë dënimin e dhëmshëm. Gjithashtu Imam Muslimi e transmeton nga Wa'il ibn Hujr, i cili tha se erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë një njeri nga Hadramauti, prej një qyteti të Yemenit, dhe një tjetër prej Kindes, prej një qyteti tjetër. Tha, dhe ato ishin grindur me zveti për një pjesë të tokës. Dhe erdhën që të gjykohen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për grindjen e tyre që ishin hasmuar me zveti. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, i drejtohet dhe i thot këtij Hadramijut: "A ki argument? A ki dëshmi që kjo tokë është e ytja?" Ai kindiju i thëjke se une e kam mbellur këtë tokën, unë jam të e punuar, tash ky s'ka hak të kjo toka ime. Mirë po, pejgamberi Allahu tha, ti për të cilën ti e pretendon, këti Hadramiju ti tha, ki ti dëshmi? Nuk kam. Atëherë tha, betimi i këtij në Allahun për këtë të cilën ai e pretendon. E tha, ja Rasulullah, po ky njeri keq, ky betohet në Allahun se ka dert, ma merr pasurinë, ma merr mallin. Dhe kur e thërret pejgamberi që të betohet, ai merr guximin për të u betuar. Kur e shef se do të betohet, tha pejgamberi, kushdo i cili merr guximin që ai të betohet, rrejshëm në Allahun xhelle xhelaluhu, vetëm e vetëm që ta merr një hak, një tokë të vllavit musliman, të dikuja
duke marrë ato padrejtësisht, tha pejgamberi selam, e takon Allahun xhelle xhelaluhu dhe ai në ditën e gjykimit ja kthen shpinën atij, s'don as ta shohë ato fare. Kjo është, vëllezër, se të betuarit për ta shitur mallin tënd, me të vërtetë se është një humbje e madhe edhe një shkatërim i madh, e cila derisa të çon në hidhrim të Allahut xhelle xhelaluhu, bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha derisa e obligon zjarmin e xhehenemit dhe ta bën haram xhennetin. Hadithin me të cilën e transmeton Imam Muslimi nga Ebi Umamet el-Bahili radhiyallahu anhu, tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi", kushdo i cili i merr një hak të një vllavit musliman pa drejtësisht duke u betuar ai, betohet në Allahun xhelalu xhelalu për t'ia marrur atë hakun, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faqad awjabahu an-nar. Tha ti ja ka bërë detyrë Allahu xhelalu xhelalu zjarrin e xhehenemit dhe ja ka bërë haram atij xhennetin. E pastaj një njeri që ishte prezent këtu e pyeti, tha ja Rasulullah, tha wa in haqqan yasiran wa in shay'an yasiran, tha pa dhe nëse është diçka shumë e vogël, shumë e pak, që don t'ja merr një hak të një muslimoni, nëse është e tij në moment, pastaj me betimin që e bën Allahu xhelalu xhelaluhu dhe betohet derisa të bind ty se ai është në hak dhe është e tij ajo. Tha ja Rasulullah, po edhe nëse është diçka e pakët, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiban min awraq. Tha edhe nëse është një shkop nga misfaku. A keni po shkopin e misfakut sa i vogël? Tha edhe nëse është sa një shkop i misfakut, tha për të bërë bedohesh për t'ja marrur vllavit tënd pa hak, pa të drejtë, edhe ti e merr ato pa drejtësisht, le ta dinë se Allahu xhelalu xhelaluhu e takon në ditën e gjykimit, i hidhruar dhe i zemruar, ja ka obliguar atij zjarrin dhe ja ka ndaluar dhe ja ka bërë haram atij xhennetin. E kjo me të vërtetë se është e trishtueshme, vëllezër, ai i cili betohet në Allahun xhelalu xhelaluhu pa drejtësisht. Sikur që Imam Muslimi e transmeton një ashtu nga Ebu Dherr el-Ghafari radhiyallahu anhu, i cili tha se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë tre persona të cilët Allahu xhelle xhelaluhu nuk do t'ju flet në ditën e gjykimit, e as që do të i shiqon ato, e as që do të i pastron, dhe ata e kanë dënimin e dhëmshëm. E përsëriti këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 herë duke thonë se janë tre persona të cilët Allahu xhelle xhelaluhu nuk do të i shikon ditën e gjykimit, e as që do t'ju flet, edhe as që i pastron dhe kanë dënimin e dhëmshëm. Atëherë tha Ebu Dherri radhiyallahu anhu, ja Rasulullah, kush janë ato të humbur e të shkatëruar, ti dim të cilët do të jenë në këtë mizori dhe në këtë humbje të madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Al-musbil wal-mannan wal-munafiq sil'atahu bil-half al-kadhib." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha i pari i tyre është ai i cili ngren zhak rrobat e tij nga mendimallësia. I dyti, tha, është ai i cili jep lëmosh, i ndihmon dikuja, edhe pastaj livdërohet me ato vazhdimisht për të mirën të cilën e ka bërë. Tha wal munafiqu sil'atahu bil halafil kadhib, dhe ai i cili e shet pasurinë e tij me betim të rrejshëm. Ai i cili e shet mallin e tij, e shet ndonjë pronë të tij, të cilën ai e ka nga pasuria e tij, por e shet me betim të rrejshëm. Se padyshim se njeriu kur të betohet në një mall të tij të cilën ai e posedon, patjetër se dikush i beson dhe ato e shet shpejt. Mirë po harron se ti atë mall që sot je betuar, rrejshëm,
se ky mall është tazë sa e kam sjellur. Është i njëjti si nalë si poshtë. Nëse dalim në treg o vëllezër, e shikojmë se me të vërtetë tregtarët musliman të trahton të rejnë dhe të betohet rejshëm në mallin e tij. Nëse shkon në treg që të blejsh, ai të betohet se i ka sjellur të mirë dhe të njëjtë cilësinë e tyre dhe janë aq të mirë dhe të bukur sa të ta merr mendën dhe të mashtron dhe ai betohet, e pastaj kur të shkon, kur të vjen, e ndëgjon se thot jam vesha filonit. Ja shita filon, ja lëshova filon. Por ti me atë betim që i ke shitur mallin sot, nesër ku e çon bereqetin tënd? Ai gëzohesh që ta shesësh një mall që nuk i ka cilësitë të cilët ti betohesh në to. Për një moment, për një afat shumë të shkurt, ti ndoshta sot e ke shitur, por e ke humbur bereqetin e përditshmërisë të ditëve tjera të afatit e cila është në vijim. Betimi në shitjen e mallit tënd është shumë e shkurt, ndoshta e ke shitur, por ke humbur bereqetin afatgjat që ti të jesh besnik, të jesh i ndershëm në shitjen e mallit tënd, e nëse ti betohesh në to, në cilën do pjesë të tregut, subhanallahu, gënjemi i madh dhe betimi i madh në mallin të cilën ta shet. Po ke edhe në tregun e kafshëve të betohet se kjo është shumë e butë dhe shumë e mirë dhe i ka të gjitha cilësitë, kur e merr te shtëpia nuk del ashtu. Shkon në tregin e automjeteve, të gënjen dhe të betohet se është në rregull, nuk ka asnjë defekt. Ai ka kilometrat original, po originali ka të betohet në fund kur e sheh ato kilometrat të kthyera. E kjo çka është? Ti ndoshta je betuar, e ke shitur mallin tënd, por mos harro se e ke humbur bereqetin tënd. Sot momentalisht e ke shitur, por nesër dhe pas nesër ku ngel bereqeti yt. Por atë në tregti dhe në shitblerje shumë është kjo dukuri në prezencën tonë, ku na shpresojmë që ta largojmë dhe të kemi kujdes o vëllezër nga kjo e cila është dukuri shumë e ulët, edhe se na ka tërhequr vërejtjen Allahu dhe i dërguari i tij, derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith o vëllezër, që të dalim nga ky problematik e si ta pastrojmë ato, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Imam Tirmidhiu, Ebu Davudi dhe Imam Ahmedi, nga Qais ibn Abi Gharaza, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ja ma'sharat tujjar, i thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam grupin e tregtarëve. Tha doli një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ishin tregtarët aty në treg dhe na po, ma herë tha na thonin el mesamira. Tregtarëve nuk i qunin tregtar, po i thonin këto ndërmjetësuesit, e merr mallin e tjetër kuja e shet e bën e kështu me radhë. Po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nderoj me emrin më të bukur, na thirri ja ma'sharat tujjar. Tha o grupi i tregtarëve, inna shejtane wal ithme yahdurani al-bay'. Dini se shejtani dhe mëkati, tha ato janë të pranishëm në shitblerje, këtu në shitje. Feshubuhu bej'akum bi sadaka, apo feshubu bej'akum bi sadaka. Përzinja shitjen e juar me sadaka, me lëmosh, që ta pastroni ato, për shkak se në shitblerjen e juaj gjithherë përzihet, shejtani është prezent, mëkati është prezent. Me një transmetim tjetër, tha inna hadha al-bay'a yahduru al-half wal-kadhib. Tha në këtë tregti, në këtë shitje të cilën bëhet këtu në treg, tha pejgamberi sallam, tha janë prezent betimet e shumta dhe gënjimi. Feshubuhu bi sadaka, përzinja që ta pastroni tregtinë e juaj, të cilën ju tregtoni me ta me lëmosh, jepni sa ma shumë sadaka, përzinja atë shitblerjen e juaj me sadaka, që ta pastrojsh se në të ka mëkat, e është shejtani, është prezent gënjimi dhe rrejna dhe betimi. Pra gjitha kjo është që neve o vëllezër na mëson që na si musliman dhe tregtar të jemi të kujdesshëm në shitblerjen tonë, në tregtin tonë, e të i ruhemi kësaj cilësie e cila është me të vërtet e ullët, por është për fatkeq në prezencën tonë,
le të mundohemi që ta pastrojmë fjalorin ton nga betimet në Allahun xhelle xhelaluhu të shumt, edhe një ashtu ta pastrojmë dhe pasurinë ton në tregtinë ton, duke u munduar ta përzim me lëmoshe, me sadaka sa më shumë, dhe lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na mundëson që të jemi nga ata të cilët praktikojmë urdhët e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shitblerën tonë, në jetën tonë të përditshme. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.